Mirë mbroma. Mirë mbroma, Kosova është e pavarur. Ju faleminderit që më keni ftuar. Në mbrëmjen e vitit të ri, qytetarët serb janë argëtuar me kryeministrin e Shqipërisë. Kjo pasi Edi Rama ka qenë protagonisti i imitimit në emisionin satirik serb 24 minuta me Zoran Kesic, një ndër emisionet më të shikuara në shtetin ballkanik, i cili kritikon dhe ironizon ngjarjet dhe fenomenet që ndodhin gjatë javës. Nuk e kam problem të grindem me Aleksandrin. Reagon mirë në provokimet e mia dhe kam kënaqësinë që të thelloj marrëdhëniet e keqija me atë. Duke pasur në qendër të vëmendjes ngjarjet që ndodhen në ndeshjen Serbi-Shqipëri, protagonisti i emisionit satirik ishte dhe vëllai i kryeministrit shqiptar Edi Rama. Olsi, çfarë po bën atje? Bateri kineze nuk do të fluturoj. Izvinite, a gospodin je? Volla, mos javini veshin, çdo kush ka halin e vet. Jam vllai i Edi Ramës. Dobro, bane, smiri, izvedi bateri e përvalës. Për të shtuar dozën e humorit, aktori që imitonte kryeministrin shqiptar foli në gjuhën shqipe. Natyrisht, unë jam optimist. Përkundër viteve të heshtjes dhe mungesës çfarëdo lloj komunikimi në mes të Serbisë dhe Shqipërisë, besoj se së bashku mund të gjejmë mënyrë që të krijojmë marrëdhënie. Marrëdhënie të keqija, marrëdhënie shumë të keqija, të bazuar në jo tolerancë, provokime, thyrje dhe grindje.